E ke kuptuar. Ndërkohë, Normal që kam kuptuar Aladin, jam shumë e madhe për t'i kuptu këto gjëra. Mirë, po pasi biseduat më duket sikur se ishte një dere hapur aty, si opcion. Biseduam. Si dere hapur? Kështu si e tha ky, unë i thash ti merr kohën tënde, i thash limit se akoma nuk e mbyllur gjërat e tua dhe duhet të flasësh me Albën. Po. Okej, jo ta lësh vajzën të ndihet keq tira molla këte andej, se unë nuk bëj treshje askujt. Jo, Dolce, unë nuk jam djerë keq që ka bë limi me dikë tjetër se ka pas jetën e vetë të beqarit. Alba, jam djerë keq për ndjesin time dhe në asnjë moment nuk e kam bërë përgjegjës limin. Për ndjesin që unë jam djerë keq ku limin e kam bërë. Diskutu, ti që i ven përgjithësi limit për veprimet e tina këtu. Ta kemë raportu do neva, qka? Unë e kam thënë gjithmonë. Kjo të se shteri të shure limit, qka ban shure limit, qka ban të shtot si ka përgjithësi unë jam përgjejtë se për djenjat e mija, këtë kam thë shpi, këtë kam thë se darka nominimeve, dhe këtë kam thë Alba, të se cili prej nash kjo e përsinë e limit, ta shtu nuk i ven përgjithësi limit, qysh? Dhe po, Alba, kam të drejtë të ndihem ashtu si që ndihem. Normal. Mirë, Dolce, po, Dolce, më duke se pati me të ndërprej në gjysë, mendime, ke diçka për të shtu rreth kësaj? Jo, i thash thjesht duhet të... Do ishte ti e gatshme të le dere hapur? Para, pasaj të vazhdojsh diçka me dikë tjetër, po akoma si ke mbyllur gjërat e tua me Albën, ose vazhdoj një gjë me Albën, përke... Po tururjet në to momente, si është? Urdo? Si është tururjet në to momente, Dolce? S'po të gjoj do të Dolce? Alaudini se është shumë mullët. Dolce? Për diri sa Më ndërë shta bush Alba. Jemi të diskutu pjesën tuaj. Diskutojnë temën tuaj. Pashat zot. Kushe ka emrin Dolce këtu tjetër? Pak respekt pak, se të respektuam të pjesa jote. Alaudin?